Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë me gazetarët ka deklaruar sot se janë dorëzuar videot e para nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që dokumentojnë dëshime për manipulime zgjedhjesh, duke theksuar se pamjet e marra deri më tani i përkasin kryesisht qarkut të Elbasanit. Sipas tij, procesi i dorëzimit të videove nga KQZ drejt qarqeve të tjera është vënuar për shkak të mungesës së hapësirës për ruajtjen e materialeve me kapacitet të lartë. Këta kriminal elektoral po ndajnë aty certifikata pronësie leje legalizimi. Është vetëm pak ditë pa fushatës elektorale, publikisht. Naturisht janë në mbrojtjen e plot të Altin Troplinit dhe skapit të partisë. Një kujtesë ligjore, Neni 91 i kodit zgjedhor +4 thot: 4 muaj para datës së zgjedhjeve deri në formimin e qeverisë së re, pas zgjedhjeve, ndalohet propozimi miratimi ose nxjerrja e akteve ligjore ose nënligjore, të cilat parashikojnë dhënien e përfitimeve për kategori të caktuara të popullsisë të tilla si rritje pagash pensionesh, mbështetje ekonomike ose sociale, ulje apo heqje taksash, amnisti fiskale, dhënje pasurish apo shpërblimesh, përjashtim bëjnë vetëm rastet kur nismat kurzohen nga gjendje fatkeqësisë natyrore. Tjetër, nuk janë marrë akoma videot, sepse ka patur probleme me dorëzimin e videove nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, qarqeve që kanë kërkuar videot. Tani janë dorëzuar atje sepse kërkonin depozita të mëdha në teravat me kapacitete të mëdha për marrjen e videove, dhe tani ato do të dorëzohen, sa po dorëzohen nga KQZ-ja do fillojë shqyrtimi i tyre. Kjo është, pra janë videot e para që janë dorëzuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë videot e Elbasanit, janë disa të Vorës, po ato të Vorës janë të prera në mënyrë të papërshtatshme. Berisha ka komentuar vendimin e fundit të SBA-s për të shtyrë dhe me një vit gjendjen e emergjencës për Ballkanin Perëndimor. Trump e shpalli Ballkanin një zonë të rrezikshme për shkak të Ramaduros dhe karteleve të tij, theksoi Berisha gjatë fjalës së tij në konferencën me gazetarët në Selim Blu.